dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Qendra shëndetësore numër 2 në Fier ndodhet në kushte minimale higjiene mes lagështirës e mykut. Qytetarët kërkojnë ndërhyrjen urgjente për rikonstruksionin e saj. Qendra shëndetësore numër 2 në qytetin e Fierit, e cila mbulon me shërbim shëndetësor 15.000 banor, ndodhet në katin e 3 të një objekti mes lagështirës e mykut, pa ashensor, duke bërë pothuajse të paarritshme për të moshuarit dhe pacientët me probleme të rënda shëndetësore. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të shpejtë për rikonstruksionin e saj, pasi mungojnë kushtet minimale të higjienës e sigurisë. Unë jam 83 vjeç. Të ngjitesh në gjithë ato shkallë është çmenduri. Është për të ardhur keq, që mbas kaq vjetësh demokraci këtu në Shqipëri edhe ka bërë mbrapa, jo përpara. Kjo situatë është njësoj që u ka qenë atje kur merrshi karta atë e identitetit, do ngjitesh i paralizuar i të bënte fotot lart në katin e 3 apo të 4 ku ishte. Nuk ka një ambient ku njeriu të çfryhet nga stresi, kur shikon kështu, nuk ke ti shpresë për të zgjidhur. Ndërkohë, po kaq e rëndë paraqitet situata edhe për personelin mjekësor të qendrës, të cilët u shërbejnë pacientëve në këto kushte. Drejtoria e qendrës shëndetësore numër 2 Shqiponja Hoxha pohon se situata është problematike dhe për këtë arsye, një VKSH Fier i është drejtuar në mënyrë të përsëritur Bashkisë së Fierit, e cila ka realizuar një ndërhyrje të pjesshme, por që nuk ka ndikuar në përmirësimin e gjendjes. Në këto kushte ka rreth 4 vjet, ndërhyrje është bërë në dhjetor 2024 me izolim tarace, lyerje dhe kështu. Në dhjetor 2025 u bë një ndërhyrje parciale e pjesshme, por prapë situata vazhdon. Janë bërë nga Bashkia e Fierit, por situata vazhdon të jetë prapë në këto kushte. Me vendim të Këshillit Bashkiak ka kaluar në përdorim dhe kati i parë dhe i dytë i kësaj ndërtese, por nga Ministria e Shëndetësisë ka ardhur inxhinieri, ka bërë projektet për të kaluar dhe ato në ambientet e QSH-s. Na kanë thënë që do të bëhesh një rikonstruksioni për vitin 2025, por nuk u arrit. Shpresojmë për vitin 2026 që të bëhet rikonstruksioni i qendrës shëndetësore. Ndërkohë edhe ju vetë si personel, edhe ju vetë në dhomën tuaj keni lagështi. Dhe dhoma ime është me lagështi, por ndërhyrjet nuk kanë arritur ta heqin lagështirën. Se di, nuk. Apeli juaj për Apeli ndërhyrja sa më shpejt ose transferimi në ambiente të tjera të qendrës shëndetësore për një shërbim më cilësor për banorët që mbulon kjo qendër. Ministria e Shëndetësisë e ka përfshirë qendrën shëndetësore numër 2 në projektin e rikonstruksionit të ambulancave dhe qendrave shëndetësore për vitet 2025-2026, por gjatë vitit 2025 projekti mbeti vetëm në letër. Pasurit e krimit do të kthehen në shërbim të komunitetit, ka njoftuar në rrjetet sociale Ministre e Punëve të Brendshme Albana Koçiu, e cila u bën thirrje organizatave jo fitimprurëse të aplikojnë për financimin e projekteve. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në rrjetet sociale ndau një mesazh që qartësonte se pasuritë e përfituara nga veprimtaria kriminale nuk do të gëzohen dhe nuk do të trashëgohen, por do të kthehen në shërbim të interesit publik. Ajo u shpreh se përmes një fondi prej 15 milion lekësh të siguruar nga pasuritë e konfiskuara, hapim sot thirrjen për aplikim për ta shndërruar goditjen ndaj krimit në projekte me impakt real në shërbim të shtresave më në nevojë. Ministra Koçiu ftoi të gjitha organizatat jo fitimprurëse të aplikojnë deri më 9 mars 2026 dhe të bëhen pjesë e kësaj nisme të përbashkët. Askush nuk do të gëzojë, aq më pak do të trashëgojë pasurinë e përfituar në rrugë kriminale. Paratë e pronat që burojnë nga droga, mashtrimi apo çdo veprimtari tjetër kriminale nuk janë më simbol fuqie apo privilegji. Ato kthehen aty ku u përkasin, tek fëmijët, tek familjet që kanë vuajtur më shumë pasojat e krimit, tek komunitetet në nevojë, tek viktimat e dhunës, në shërbim të interesit publik. Prova konkrete është thirrja që hapim sot, një mundësi e dedikuar për organizatat jo fitimprurëse që duan të shndrojnë pasurinë e konfiskuar të krimit në projekte me impakt real shoqëror. Kemi vënë në dispozicion një fond prej 15 milion lekësh, i krijuar jo nga paratë e buxhetit të shtetit, por nga pasuritë e konfiskuara të krimit që rikthehen në dobi të shoqërisë. Aplikimet do të pranohen deri në datën 9 mars.
Të gjitha informacionet mbi kriteret, dokumentacionin dhe procedurën e aplikimit do t'i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si dhe në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dua të ftoj të gjithë organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e një përpjekjeje të përbashkët ku pasuritë e krimit shndrohen në shpresë dhe mbështetje. Shkelja flagrante dhe grup shteti e ka quajtur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kryengritja paqësore që tund themelet është e vetmja zgjidhje, u shpreh ai. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e sotme për shtyp nga Selia Blu ka komentuar votimin në gjykatën kushtetuese për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas tij, pezullimi nuk duhet të mbetej në fuqi me votat e 4 gjyqtarëve, por me një vendim unanim të 8 anëtarëve të kushtetuesës, por gjykata u ndikua shumë politikisht. Dr. Berisha u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen masivisht protestës së nesërme të thirrur nga opozita në kryeqytet, pasi qëllimi i kryeministrit Rama nuk janë interesat e qytetarëve, por vetëm të mbrojë vjedhjet e veta dhe të zëvendës kryeministres Balluku. Shkelje flagrante dhe grush shteti përbën, element të grushtit shtetit. Element të grushtit shtetit. Shiko çfarë, nuk do t'i ve epitete unë ati, Ergysagas e ka mjaftueshëm. Bën të thirrje të arrestohej lideri i opozicës, arrestonte në Mestru Gurdhonte, kryetarin e partisë dytë opozitare, hapte çështje penale për një çështje të tejkaluar, të parashkruar për të tretin, dhe këto që i konvenonin për mandatin e këtij kriminali, këto ishin veprime të drejtësisë reformuar. Dhe këto i quhen të ai suksese të mëdha dhe i rrahte gjoksin e Europës se njëri tjetër reformë të tillë nuk ka bërë. Kurse tani u betohet shqiptarëve për kokën e Belindës, e Lubis, se Shqipërinë e jap, Lubin nuk e jap. Çdo shqiptar e ka të qartë, që ka vetëm një rrugë, revolt, gjerënërzimin e tij. Po ama, gjithçka po zhvillohet në favor të shqiptarëve. Kompania SpaceX e Elon Musk do të ndërtojë një qytet në hënë brenda 10 vitesh. Elon Musk ka njoftuar se kompania e tij SpaceX do të ndërtojë një qytet që rritet vetë në hënë brenda një dekade. Musk tha se ende kishte ndërmend të ndërtonte një qytet në Mars dhe se puna do të fillonte brenda 5 deri në 7 vitesh, por përparësia mbizotëruese është sigurimi i të ardhmes së qytetërimit dhe hëna është më e shpejtë. SpaceX u ka thënë investitorëve se do t'i japë përparësi shkuarjes në hënë dhe do të përpiqet të bëjë një udhëtim në Mars më vonë me shpresën për të kryer një ulje pa pilot në satelitin e Tokës deri në Mars të vitit 2027, raportoi të premten The Wall Street Journal. Misioni SpaceX mbetet i njëjtë, të zgjerojë vetë dijen dhe jetën, siç e njohim ne deri në yje, shkroi Musk. Mbështetësit e planeve të Musk e shohin atë si një mënyrë që SpaceX të forcojë ambicjet e saj për qendrat e të dhënave në hapësirë, të cilat Musk i sheh si më efikase nga ana energjetike se sa objektet në tokë, ndërsa kërkesa për fuqi kompjuterike rritet me zhvillimin e inteligjencës artificiale. SpaceX shpreson që një ofertë publike më vonë këtë vit mund të mbledh deri në $50 miliardë, gjë që mund ta bëjë atë ofertën më të madhe publike në histori. SBA-t po konkurrojnë me Kinën në përpjekjen për të arritur në hënë për herë të parë që nga misioni Apollo 17 në vitin 1972. NASA është përqendruar kryesisht në këtë pistë dhe aktualisht po punon për kthimin e njerëzve në sipërfaqen hënore deri në vitin 2028. Musk tha gjithashtu të hënën se NASA do të përbënte më pak se 5% të ardhurave të SpaceX këtë vit dhe se në vend të kësaj, shumica dërmuese të ardhurave të saj do të vinin nga sistemi komercial Starlink. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.